Alhamdulillah, dy gjëra e bëjnë bashkëshortin të jetë i papërgjegjshëm. Gjëja e parë është kur ka qenë i vogël, prindrit e tij çdo tek, çdo kërkesë që ky kishte ja plotsonin. Pra, ky ishte i përkëdheluri i prindërve të tij. Ndërsa, kur martohet, shkaku i dytë është vetë bashkëshortja, e cila çdo hall, çdo problem familje e merr mbi supet e saj. Pra nuk i le asgjë bashkëshortit të saj. Kur kalojnë 2 apo 3 vite martesë, fillon dhe e ndjen papërgjegjshmërinë e bashkëshortit të saj, por bëhet disi vonë. Prandaj, vllai i nderuar, motër e nderuar, mundohu që fëmijës tënd t'i lesh ndonjë përgjegjësi. Mos t'ja plotësosh çdo tek që ai ka, sepse kur të rritet bëhet i papërgjegjshëm, bëhet person që nuk mban mbi supet e tij përgjegjësi, po ashtu edhe ti motër e nderuar. Lej disa gjëra t'i kryej bashkëshorti jot. Janë disa gjëra në familje, në shtëpi, që duhet t'i kryej bashkëshorti. Allahu ju rujt.